Të jesh një vajzë, pastaj një grua dhe shumë çka që të sjell etapat e jetës, besoj se nuk është e lehtë, por ka të bukurën e saj. Më lejoni që njëherë t'ju uroj të gjithëve, ndërsa zonjës që kam në studio gëzuar 7 dhe 8 marsin. Mësuese, përshëndetje. Përshëndetje. Teuta Hoxha Muriq, mirë se na vjen në studio. Faleminderit së pari për ftesën. I uroj të leshikuzve të gjithë, urime grave, nënave, gjysheve tona, 8 marsin, kurse kolegëve të mi, kudo që ndodhen, ju uroj ditën e mësuesit 7 marsin, posaçërisht një përshëndetje për kolegët të mi të shkollës Marshall Tito, edhe ja uroj një ditë të mbarë. E nisim nga 7 marsi? Po. Ti marrim datat me radhë. Po. Çfarë është për ju? Çfarë do më thënie ka kjo datë? 7 marsi, si që dini, në Shqipëri edhe në trevat shqiptare, ku jeton populli shqiptar, njihet si dita e mësuesit. Për ne, është një ditë e veçantë, por besoj edhe për nxënësit. Për nxënësit ishte veçantë, sepse atë ditë ato vijnë me një lule, me një buqet lulesh, me një përqafim, me një ledhatim dhe na urojnë. Kurse për ne është shumë e rëndësishme kjo datë, sepse këto shifet roli dhe vlerësimi i mësuesit. Është një datë në të cilën duhet të kemi parasysh edhe të jemi mirënjohës për punën e çdo mësimdhënësit, për rolin e tij tek afirmiteti, rritja dhe zhvillimi i fëmijëve në një rrugë të drejtë dhe në një të ardhme të mirë për to. Prandaj, besoj se të gjithë do të i përkushtojnë dhe do të jenë mirënjohës mësuesve për durimin, për dashurinë, për përkushtimin që ato japin ndaj nxënësve. Ishte një dëshirë që në veçli të bësh mësuese? Po. Dëshira ime çdo herë ishte që të jem mësimdhënëse, pasi që frymëzimi im çdo herë ka qenë nëna ime, që në këtë rast e përshëndes. Edhe ne. Ajo ishte profesoresh e historisë në shkollën e mesme Vllazërim Bashkim, dhe për mua ajo çdo herë ishte idhull. Si në aspektin profesional, ashtu edhe si grua në shoqëri. Edhe çdo herë doja të bëhesha si ajo. As më pak, as më tepër. Edhe kur e shihja atë me ditar në duar, duke lëvizur nëpër korridoret, ashtu e paramendoja veten. Por që dëshira ime ishte më tepër të punoja me fëmijët e vegjël, sepse ato janë qenjet më të pastra, më zemërmirë dhe më engjëj që na vinë në duart tona. Vinë në moshën 6 vjeçar në klasën e parë dhe i udhëheqim deri në klasën e 5, deri në moshën 10 vjeçar. Dhe ato janë krejt mendja, themi edhe zemra tyre shkret e pastër si fletë e bardhë. Ne jemi kujtimet e para që ata do t'i shkruajnë atë. Është periudha më e këndshme për të bërë pjesë e tyre. Pjesë e tyre, dhe çdo herë ne do jemi domethënë kontakti i parë, roli i tyre i parë, edhe rruga tyre e parë drejt dijes. Rrëfysi i parë drejt dijes. Ne jemi ato që ne duhet ato t'i bëjmë, që ta dojnë shkollën, ta dojnë arsimimin, ta dojnë afirmimin, edhe ta dojnë vetveten. Edhe të punosh në një moshë aq të vogël, ka edhe ajo sfidat e veta, ka shumë përkushtim, durim, por emocionet janë të veçanta. Në gjithë këto emocione dhe në gjithë përcjelljen e kësaj etape, që në 6 vjeç deri në klasën e 5 sa i bie, që vjen 10 vjeç. 10 vjeç. Cilat janë kujtimet më të bukura që merrni nga këto nxënës? Është më veçantë ajo klasa e parë, apo secila klasë, pastaj secili vit ka veçantinë e vet, si shkon për ju si mësues? Secili vit ka veçantinë e vet, sepse ato gjatë viteve ndryshojnë, rriten dhe fillojnë të formohen si karakter. Emocionet e para dhe më të drejtë, të sinqertë janë klasës parë. Sa ato domethënë largimin nga prindërit, normalisht e kanë pas edhe në çerdhe me mësuesit, është mësuesja në shkollë. Njoftimi i re me shoqëri, rrethanat e reja, rregullat e reja, njohuritë e reja mësimore dhe normalisht mësuesja e re. Ato janë kujtimet më mbreslënse.
Megjithatë edhe klasët e tjera i kanë ato etapat e veta se fëmiu fillon të ndryshojë dhe çdo fëmijë i ka ato virtytet e veta. Çdo fëmijë ish i veçantë në mënyrë të vet. Dhe roli jon, detyra jon është që ne ata t'i zbërthejmë, t'i hulumtojmë në mënyrë që t'i drejtojmë në rrugë të drejtë. Më thanë ish një mision shumë i shenjtë, ish një profesion hyjnor. Ne në fakt nuk jemi aty vetëm mësues. Ne aty jemi edukator, aty jemi nëna, aty jemi motra, aty jemi shoqe me to kur duhet. Aty jemi pedagog, psikolog e shumë role tjera. Brenda një dite, mos them edhe ndoshta një ore, ne duhet t'i luajmë të gjitha ato role. Sepse fëmiju ndonjëherë vjen i mërzitur, i hidhëruar, i pa kënaqur, pa dëshirë, pa detyra, ose të kundërtën, i lumtur, i rregullt, i përkushtuar, edhe ti duhesh të bësh atë balansin në mënyrë që të gjithë të jenë të kënaqur, të dalin të kënaqur nga shkolla, nga fundi i orëve dhe nga dita shkollore. Është kënaqësi të dëgjoj që një mësuese mi trajton sot në këtë ditë të veçantë të gjitha aspektet e saj. Faleminderit Teuta. Deri te juve. Çfarë të motivon më shumë? Janë gjitha këto detajet që ta vazhdosh le të themi, sepse një mësuese përveç asaj që i përmendë një nxënës mund të jetë i mërzitur, i dhëruar, unë besoj se një mësuese gjitha këto i fsheh kur shkon në orë. Po edhe mësuesja qëllon që të jetë. Po, edhe mësuesja qëllon të jetë Si e ndoshta. mban këtë motivimin që mos ta shfaqesh? Po, edhe mësuesja ndoshta ndonjëherë nuk është gjithmonë në disponim, ndoshta ka edhe ndonjë brengosje të brendshme, familjare, anëtarë të familjes e tjerë. Por motivimi qëndron tek nxënësit, sepse edhe nxënësit fillojnë ta njohin mësuesin. Edhe ato fillojnë ty me të vrejt kur ti nuk je në disponim, kur ti ke një brengosje ose ndonjë problem shëndetësor. Dhe shpesh herë nxënësit i ndëgjon duke thënë qetësi se mësues po i dhem koka për shembull. Dhe më thënë ato fillojnë ta ndjejnë psikologjinë tënde, dhe ajo është ajo afërsia që ndodh ndërmjet nxënësve dhe mësueses. Edhe ndoshta ti shkon me një brengosje, me një hidhëri, me një mërzi, por ato në një moment, ndoshta me një fjali apo me një gest të vogël, thjesht të bëjnë që ti ta shlyesh atë ndjenjë kur e ke hap derën shkollore dhe të buzëqeshësh dhe të thosh unë jam këtu për ju. Dhe unë do të vazhdoj të jem këtu për ju. Dhe motivimi pra një ky është edukimi i brezave të reja. Ne të gjithë e dim që e ardhmja e çdo shoqërie i takon brezave të ri. Dhe ne mundohemi që ai edukim të jetë sa më i suksesshëm në nivel të lartë. Sa do të arrijmë atë, ne nuk e dim, se ndikojnë edhe shumë faktorë tjerë, por ne, si mësimdhënësa, si mësues, do të japim maksimumin. A ka ndryshuar shkolla për ty ndër vite, edhe a ka ndryshuar Teuta vetë si mësuese ndër vite? Po, shkolla ka ndryshuar, siç e dini tani jemi në zhvillimin e teknologjisë, ku tani për realizimin e një ore mësimore përdoren internetit, kompjuteri, të dhënat nga interneti, projektori, televizori, tingujt muzikor e tjerë, kurse në të kaluarën ishte libri, lapsi edhe shkumsi dhe tabela. Ka qenë më mirë? Tani, sa ka lehtësuar, a ka dhe komplikuar pak kjo teknologjia punën? Po, ajo ka lehtësuar në qoftë se shfrytëzohet në mënyrë të drejtë. Qartë. Por, siç e dim ne, tani teknologjia është bërë pjesë e jetës tonë. Dhe ne atë nuk mund ta shmangim apo ta largojmë nga jeta jonë. Vetëm duhet ta drejtojmë që ta shfrytëzojmë në mënyrë të drejtë. Pastaj në të kaluarën, mësuesi ka qenë paksa i frikshëm për nxënësa. Kurse tani, ato i kemi një marrëdhënie, një komunikim shumë shoqëror. Dhe më thënë ato janë të lirë me mësuesen, mund të japin sugjerime, ide, kërkesa, mësuesa mund të bëjmë këtë sot, çfarë do të bëjmë nesër, edhe mësuesja i realizon, mundohet të realizoj, edhe t'i ketë parasysh sugjerimet e tyre. Dhe më thënë, jo fjala mësueses të jetë liq, por që edhe nxënësi të jap mendimet e veta. Mandej në klasët më të larta nxënësit bëjnë edhe hulumtime, projekte të ndryshme,
zhvillimi, dhe më thanë, jep një konkurencë nërmjet të tyre, në mënyrë që të afirmohen. Dhe normalisht që shkolla pastaj edhe ka ndryshuar. Kurse unë, po, sigurisht që kemi ndryshuar, sepse të gjithë ne kemi kryer shkollimin e lartë, universitar, jemi diplomuar edhe i kemi kryer të procese tjera, mirë po ballafaqimi me nxënësa në bankat shkollore ish fare ndryshe me teorinë çfarë kemi mësuar. Dhe ne duke përcjellur gjenerata, të çdo herë ne kemi edhe zhvillimin profesional të tonën, të cilën afirmohemi. Dhe më thënë, shohim që në çdo gjenerat çfarë duhet të ndryshojmë, çfarë ka patur efekt të mirë, çfarë jo, edhe çdo gjenerat ishte edhe ndryshe. Pastaj ti 5 vite u thaq një gjenerat nga klasa e parë dhe në klasën e 5. Përsëri kthehemi në klasën e parë. Për 5 vite shumë kanë ndryshuar gjeneratat, fëmijët kanë ndryshuar. Pastaj ndryshojmë edhe ne. Duhet t'i përshtatim psikologjisë së tyre. Edhe ne pastaj kemi më tepër përvojë. Përvoja e bën që t'i kuptoj, të realizoj dhe të jetë më i lehtë procesi mësimor. Sa profesion edhe mision fisnik është, Po. Gjitha kjo që më thua, e vërteton edhe më shumë. Çfarë mesazhi do të kisha për nxënësit në 7 marsin? Jo për mësuesit tashmë. Ja, jo. E bëmurimin. E bëmurimin, po. E ndjejmë atë se çfarë është për mësuesit, po për nxënësit. Për nxënësit do të kisha mesazh që të arsimohen, të vazhdojnë shkollimin, edhe pse ato janë të vogël tani, t'ja spjegosh këtë rrugtim, mirë po deri ka klasa 5, ndal nga dal duke folur, i bindim që arsimimi, afirmimi në jetë shumë i rëndësishëm. Si për gjinin mashkullore, ashtu dhe për gjinin femrore. Nuk do të thotë që çdo person duhet të jetë i arsimuar në mënyrë universitare, por mund të afirmohet edhe në drejtime tjera. Shumë nxënësa kanë edhe disa talente të fshehta, prirje të fshehta, por e jona është që t'i zbërthejmë ata, t'i nxjerrim nga ato. Mund të jetë ajo një parukjere e mirë, një grimere, një rroba qepse, por që të afirmohet në atë drejtim. T'i realizojnë ëndrat e veta, të shkojnë mbas prirjeve dhe hapat e veta. E ne kemi për detyrë që t'i zbërthejmë ato nxënësa. Jo të gjithë mund të ulen dhe të mësojnë. E qartë, shumë e por dhe më thanë të vazhdojnë prirjet e tyre. Unë mendoj dhe besoj se çdo individ i ka disa prirje, disa talente të fshehta. Ato talente veç duhet ne t'i zbërthejmë. Ajo mund të jetë në çdo profesion, mund të jetë edhe zanat, por që të afirmohet. Nuk ish ma tani edhe zanati si dikur. Tani mund të afirmohet nëpërmjet trajnimeve të ndryshme, në pendjekjen e seminareve të ndryshme. Dhe ajo të fitoj disa diploma, afirmim gjatë jetës, edhe të arrit diçka në jetë. Shumë e bukur, sepse realisht ka qenë një periudhë që disi kemi nënvlerësuar ndoshta profesionet. Të gjithë duhet të mësojmë matematikën, fizikën, gjuhën, edhe i kemi neglizhuar. Kjo është bukur sa të përcjellim këtë mesazh. Nuk duhet të neglizhohen, sepse ato ndoshta kanë ndonjë prirje në anën tjetër. Por ajo prirje të qaset, të shtyhet, të jepet vullnet, motivim dhe të afirmohet. Edhe afirmimi mund të jetë në mënyra të ndryshme. Pasurimi i dijes në çdo fushë. Në çdo fushë, ashtu. Në çdo fushë. Ajo është. 7 dhe 8 marsi janë aq ngushtë të lidhura si datas, që vinë njëra pas tjetrës, por ndoshta në domethënien e vet janë të ndryshme. Po. Për ty cila fle më shumë në shpirt? Po, nuk mund të bëj tani një dallim, sepse edhe 8 marsi e ka rëndësinë dhe rolin e vet. Çfarë është? Është një datë e rëndësishme, është dita ndërkombëtare e gjithë grave, që festohet në shumë vendet e botës. Kjo datë simbolizon fuqizimin e gjinisë femrore. Unë e mendoj që gratë janë qenjet më heroine, qenjet më të forta, që ballafaqohen në jetë me shumë sfida, edhe në fund dalin fitimtare. Kjo është datë që duhet të jepet të drejtë grave, nënave, gjysheve, motrave e tjerë, që ata të ndjekin ëndrat e tyre, të afirmohen,
të jenë të sinqerta moralisht, të kenë virtyte pozitive, të kenë dignitet, dhe të zhvillojnë edhe me tutje. Nuk ish veç afirmimi i femrës në një pozicion të lartë profesionale. Duhet gjinia femrore afirmohet edhe si nën, edhe si gjyshe, edhe si motër, edhe si vajzë, në çdo aspekt. Edhe dhe me thënë, dal nga dal gjatë jetës ti të gjithë këto role i luan. Se pari duhesh të jesh vajzë mirënjohëse ndaj prindërit. Pastaj ndoshta bashorte përkushtuar. Në fund realizohesh si nën e dashur, e qetë, e përkushtueshme. Pastaj je shoqe, besnike, kolege bashkëpunëtore me përkrahje. Të gjithë këto i kalon gruaja në përfazat e jetës, si në mënyrë profesionale, ashtu edhe si grua në shoqëri. Si i balanson këto të gjitha me mësuesen? Po, të gjithë ne që punojmë në çdo lloj profesionit, besoj që ka një sfidë të madhe përpara për të balansuar jetën private, pra jetën e një grua, me profesionin e vet. Balansimin e bëj, mundohem ta bëj, sa arri, besoj që edhe arri, me shumë kënaqësi, edhe shumë përkushtim, por edhe kam shumë motivim. Duhet të kesh shumë motivim në jetë, vullnet, dëshirë që ti balansosh ato të dyat. Sepse, siç thash, ne kemi shumë role. Vajzë, nën, bashorte, motër, nuse, kolege, shoqe, shumë role. Edhe të gjitha ato, ne duhet t'i balancojmë në një shoqëri. Normalisht që një njeri asgjë në jetë nuk mund ta bëj vetë. Patjetër. As në shoqëri, as në profesion, as në familje. Dhe kjo arrihet vetëm nëse ke përkrahjen e antarëve të familjes, përkrahjen e shoqërisë, përkrahjen e kolegeve, shoqeve, njerëzve pra që të rrethojnë. Nëse ke përkrahjen, kjo mund ta balancosh. Nëse ato ta kthejnë shpinën, atëherë me shumë vështirësi. Unë për fat të mirë, e kam përkrahjen, e kam pas çdo herë, si nga familja, si nga motrat, vllai, bashorti, familja, burrit, kolegt, shoqet, edhe pastaj ajo ecën, ajo i ka ato. Besoj se është merituar. Po, nëse je për dikë, atëherë është dikush për ty. Ashtu, që ke pasur fatin që të jesh, pastaj ta marrësh. Ashtu është, edhe ajo ishte vërtet. Por që dhe me thanë ajo realizohet në qoftë dhe me thanë i ke përkrahjet, sepse gjatë jetës shpesh njëri has në vështirësi, has në pengesa, por kur i di që i ke dikën mbrapa, një përkrahje, atëherë ato dal nga dal. Çfarë ka qenë më sfiduese për ty, si grua, ndoshta edhe në profesion, pse? Pa, sfiduese, për fat të mirë, çdo gjë ish realizuar si thomë në një rregull, pritshmëri, po dëshirës. Dhe me thanë jam realizuar si vajzë, jam realizuar si nën, si bashorte, si nuse, në profesionin tim, jam mësuese, kam një komunikim të mirë me prind, me nxënësat. Sfiduese, vetëm thamë së parit jemi shëndoshë mirë, sepse kur dikush pak ish pa qef, apo mendojnë se mundje me një herë ajo edhe emocionalisht të bën dy hapa mbrapa, më sfiduesja ka qenë mënyra e punësimit. Unë e kam pas shumë vështirësi derisa jam punësuar. Pse? Ka qenë një periudhë kur kanë qenë shumë mësuese duke të pa punësuar, çdo kush ka pas ato prioritetet e veta. Jam punësu, kam dal, jam punësu, kam dal, deri në fund që jam rregulluar dhe jam rahatuar në shkollën Mashalltito. Ajo mund të them ka qenë sfida jeme më e madhe. Por do Zoti, kur e kryen shkollën me mund, me djerë zballit, me dijeni, dhe hasën personin e duhur që më punëson, çdo gjë rregullohet. Pastaj njeriu i harron ato. Por mund të them kjo ka qenë ndoshta ajo sfida më e madhe. Mënyra derisa jam punësu. Të uroj shumë suksese në vazhdim me punën tënde, që ajo të fshihet. Po. Tani, pyetjen e radhës, nëse mund të them kështu, madheqe në fillim.
sepse më përmende atë që të ka frymëzuar ty në profesion, që është profesoresh Hyria, e përshëndesim. Themi gëzuar 7 dhe 8 marsin. Faleminderit. Tani këtë përgjigje unë e mora, sepse e kam këtu kush të motivon edhe kush ishte për ty. Por ti çfarë do ju thoje vajzave të reja? Të që ndoshta nuk e ka një model në shtëpi, siç e ke pasur ti. Po, unë e kam pas shumë modelin e mirë dhe jam rritur me frymëzimin e arsimit. Edhe me njëherë kam ditë rrugën time. Për vajzat e reja, unë jam nën vet, kam vajzë vet, edhe çdo vajzë tjetër i kishe drejtuar dhe i kishe thënë që vetëm të ndjekin ëndrat e tyre. Hapat e tyre drejt suksesit. Siç thash më herët, të arsimohen, kush nuk ka prirje për arsim, të ndjek prirjet e tyre, talentet e tyre, të afirmohet. Në mënyrë që gjatë jetës të jetë e pavarur. Jeta ka shumë sfida, ka shumë surpriza. Surprizat mund të jenë edhe të pakëndshme. Jo çdo herë jeta është fushë me lule, atë gjë të gjithë e dim. Por vajzat e reja në mënyrë që ta ballafaqojnë ato vështirësi që do t'i takojnë gjatë jetës, të jenë të pambarura. Së pari ata duhet të afirmohen për vete. Pastaj për familje dhe në fund për shoqëri. Se nëse ato nuk afirmohen për vete, nuk do të afirmohen për askënd tjetër. Domethënë ato për së pari duhet ta dojnë veten. Dhe të ndjekin rrugën, prirjet, talentin drejt atyre qëllimeve që kanë. Mos të kenë frikë, mos dorëzohen me njëherë të jenë këmbgulse, të kenë durim. Jo të gjithë ne kemi pasur jetën studentore të lehtë. Unë e kam shku në studime në Prishtinë 2001, me herë mas lufte. 5 orë kena qenë pa rrymë, 1 orë me rrymë. Mirë po, motivimi, qëllimi jonë, kena pas një qëllim, ta përfundojmë shkollimin. A do zgjas 3, 4, 5, do të shohim. Rrethanat nuk i dihet. Janë shumë gjëra në jetë që ne nuk mund t'i parashikojmë. Por, nëse keti një qëllim për vete dhe për të ardhmen tënde, më të mirë, atëherë të realizojnë atë. Je një nënë këmbgulse për fëmijën? Po. E lë të lirë nga ana tjetër në dëshirat? Je ajo nëna që thua të ketë edhe vajza ime profesionin tim? Jo, profesionin ajo do të zgjedh vetë, por do të kisha dëshirë që ajo të arsimohet. Dëshira ime do t'ishte ajo, sidomos vajza. Se kam djalë edhe vajzë. Me jetë të gjatë. Faleminderit, sidomos vajza do të kishe dëshirë, pse jo edhe djali, besoj që do të arrinjë atë. Janë shumë të aftë, janë të urtë, mësojnë, por tani profesionin nëse nuk shkojnë hapat e mia drejt profesionit arsimor, ndash nuk ka lidhje, ato do të shkojnë, do t'i ndjekin hapat e tyre, ëndrrën e tyre, por që të afirmohen. Diçka të fundit, edhe ta lidh me këtë që si nën, si prind, padyshim që gjithkush e thotë që duhet të dy të shkollohen. Por pse këmbgul më shumë tek vajza? Si e sheti sot pozitën e gruas, që ndoshta në të ardhmen do të kishe dëshirë të ndryshojë diçka me këtë këmbguljen që vajzat të arsimohen? Me gjithë se kohëve të fundit, pozicioni i femës shumë i ngritur. Ne e shohim vetë që tani drejten për të punësuar, për të arsimuar, në pozicione të ndryshme në, si u thajnë, udhëheqëse, në politikë, çdo kund janë femrat. E shoh pak më këmbgulse sepse gjinia mashkullore mund të punojë shumë punë më të ndryshme se gjinia femrore. E vërtet. Nuk mundet gjinia femrore të punojë çdo lloj pune si gjinia mashkullore. Gjinia mashkullore është më e fortë. Gjinia mashkullore është më guximtar, më krenar. Kurse gjinia femrore, për post që do të bëj profesionin, ajo do t'i kaloj të gjitha ata role që i ceka unë. Nën, vajzë, grua, etj. Edhe, për atë arsye është më lehtë nëse ajo do të arsimohet ose do të afirmohet, që mund të balancoj, siç e thëti jo, si e balanconi profesionin me pozitën e gruas në shoqëri. Ndërsa gjinia mashkullore mund të merret edhe me shumë punë tjera.
që janë pak më të vështira për gjininë femrore. Ndoshta kam gabim, por ky është mendimi im. Shpresoj që edhe gjinia mashkullore të punoj, të afirmohet, të arsimohet, të gjithë. Jemi më të brishta, prandaj. Po, edhe profesionet dallohen. Profesioni i gjinisë mashkullore me profesionet e gjinisë femrore. Po. Edhe mjekët janë shumë më ndrysh. Se kur e bën mjekja turnin e natës, ajo është nën, e kur e bën mjeku turnin e natës, ajo është baba. Dhe më thënë, ka pak ndallim atë. Sepse vetë fakti që je nën, je më senzitive, je më emocionalisht e lidhur, je më e brengosur, natyra e gjinisë femrore është ashtu. E qartë. Falenderoj shumë. Faleminderit edhe juve. Për gjithë bisedën e sinqertë që zhvilluam sot. Të uroj me gjithë zemër 7 dhe 8 marsi. Faleminderit. Edhe kur një mësuese më flet në të gjitha dimenzionet e saj, unë nuk e dyshoj që ke qenë sot një frymëzim për gjitha vajzat. Faleminderit edhe juve. Shpresoj që ky emision do të jetë edhe një rrugtim për vajzat e reja që mos të dorëzohen, të vazhdojnë drejt dijenisë dhe ardhmës së tyre më të mirë, më të lehtë. Faleminderit. Ishte Faleminderit kënaqësi. edhe juve.